Horoskopi ditor e premte 27 qershor 2025. Dashi, mundoni të përfitoni nga fakti se yjet janë në anën tuaj dhe mund të keni mundësi të mira për të fituar diçka më shumë. Mundoni veçse t'i kushtoni më shumë kohë njeriu tuaj të zemrës, duke lënë pas shpine debatet dhe polemikat. Demi, konfliktet do shterojnë dhe problemet do zgjidhen një nga një sot në jetën tuaj në çift. Do jeni të dy më tolerant dhe më të kuptueshëm me personin që keni në krah. Edhe beqarët do jenë me shumë fat dhe do mund të gjejnë një person shumë të përshtatshëm. Në planin financiar nuk duhet të ndërmerrni shumë rreziqe, sepse do keni probleme serioze më vonë. Binjakët, në krahat e partnerit do ndjeni si mbire sot. Ai do ju dëshirojë pafund dhe do përjetoni emocione të mëdha. Shfrytëzojeni ditën deri në sekondën e fundit. Beqarët duhet të mendohen mirë para se të mendojnë të pranojnë ftesat për takime, sepse edhe mund të lëndohen. Financat do vinë duke u përmirësuar. Do shpenzoni më shumë me maturi dhe kujdes. Gaporja, keni kohë që jeni në një lidhje. Sot do e kuptoni se nuk e keni shfrytzuar si duhet jetën. Flisni me partnerin dhe mundoni të bëni diçka interesante. Beqarët do kenë disa takime, por do kenë frikë të krijojnë një lidhje. Urani do ju mbështesë në planin financiar dhe do ju bëjë më të kthjellët. Do e dini mirë sa të shpenzoni që gjendja të jetë si më parë. Luani, do përballeni me probleme goxha serioze sot në jetën tuaj në çift. Do e ngrini më shumë se sa duhet zërin dhe madje mund të prekni edhe tema delikate. Dita do jetë e vështirë, prandaj vetëm familjarët mund t'ju ndihmojnë t'ia dilni. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme. Edhe për financat do jetë ditë e paqëndrueshme. Bëni kujdes. Virgjëresha, do mbyllini në vetvete gjatë kësaj dite dhe do vendosni barriera me partnerin. Po vazhduat kështu, jo vetëm që do dëmtoni veten, por do e humbisni edhe partnerin. Beqarët nga ana tjetër, falë mbështetjes së Plutonit, do kenë takime mjaft të rëndësishme. Planetët gjithashtu do ju ndihmojnë edhe ta menaxhoni me kujdes buxhetin. Nuk pritën vështirësi në këtë sektor. Peshorja, pozicioni që do marrë hënën në qiellin tuaj të dashurisë do ketë një ndikim mjaft pozitiv sot. Do jeni më tolerant dhe bashkëpunues me partnerin tuaj, prandaj nuk pritet asnjë problem. Beqarët do kenë takime të shumta, por asnjë person nuk do mbush mendjen aq shumë sa për të filluar një histori dashurie. Në planin financiar duhet të tregoni akoma të matur me shpenzime. Akrepi, emocionet dhe entuziazmi do shtohen sot në jetën tuaj në çift. Do flisni hapur për gjithçka dhe do mundoni t'ia plotësoni dëshirat njëri tjetrit. Beqarët duhet të tregojnë sa më të sinqertë me personin që do takojnë, nëse duan të nisin diçka me këmbë të mbarë. Edhe financat do fillojnë të kenë goxha përmirësime. Do ndiheni edhe më të qetë. Shigjetari, asgjë e veçantë nuk pritet të ndodhë sot në jetën tuaj në çift. Rutina do jetë mbizotëruese dhe her pas here mund të mërziteni. Beqarët do kenë takime të shumta mjaft interesante dhe me perspektiva. Shfrytëzojeni sa të mundni dhe merrni kohën e duhur për të njohur më mirë të gjithë personat. Në planin financiar do ju gjeni zgjidhje të gjitha problemeve. Britsjapi, marrëdhënia në çift do ndërlikohet së tepërmi gjatë kësaj dite. Nuk do bini dakord për asgjë me atë që keni në krah dhe për asnjë çast nuk do pranoni idetë e tij. Beqarëve do ju shfaqet shpirti binjak në momentin që më pak e presin. Në planin financiar mos u shpërqendroni, por merrni sa më parë masa për të stabilizuar situatën. Fillimisht ulni shpenzimet. Ujori, bëni kujdes, mos i hidhni sy diku tjetër sot dhe të flirtoni me të, sepse nëse partneri merr vesh diçka, atëherë mund të vijë fundi lidhjes që keni krijuar. Për beqarët mund të ketë edhe dashuri me shikim të parë, por ata nuk duhet absolutisht të tregohen impulsiv. Për financat mos u besoni këshillave të miqve, sepse mund t'ju shtyjnë drejt gabimeve. Peshqit, dielli do kujdeset në çdo moment për jetën tuaj sentimentale. Ai do ju nxjitë të tregoni më të hapur me partnerin dhe të flisni sa më lirshëm për gjithçka. Shumë shpejt do merrni edhe vendime të rëndësishme. Edhe beqarët më në fund do kenë dashuri me shikim të parë. Financat do jenë të mira. Shlyheni në këtë rast të gjitha borxhet që keni marrë prej kohësh.